Personat që hanë djath duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë. Qumshti mund të zvogëlojë mundësinë e pësimit të një goditje në tru në jetën e mëvonshme, thonë studimet. Një studim i madh me më shumë se 400.000 njerëz sugjeroi se konsumi më i shpeshtë i qumshtit, djathit dhe kosit mund të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të goditjes në tru, citon Healthyside. Për çdo gotë qumë shtesë, ata të cilët e konsumojnë, rreziku i një goditje ishemike të shkaktuar nga mpiksja e gjakut do të bjerë me 5%. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Studiuesit të udhëhequr nga Universiteti i Oxfordit shikuan se çfarë mund të ndodhë nëse shtoni djathin në dietën tuaj. Rezultatet më domethënëse treguan se ata që konsumonin më shumë fiber, së bashku me fruta dhe perime ishin dukshëm më pak të prirur të pësonin infarkt. Studimet gjithashtu sugjerojnë produktet e qumshtit të cilat janë të rëndësishme, siç është edhe djathi. Djathi është një nga aleatët më të mirë të shëndetit dhe si i tillë mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Djathi mund t'ju ndihmojë të qëndroni më në formë. Kjo ndodh falë substancave të quajtur butirate që gjenden me shumicë të llojet të djathit. Studimet këshillojnë konsumin e djathit pasi ai ndihmon në forcimin e metabolizmit. Djathra që kanë në sasi shumë më të lartë të kësaj substance nxisin stomakun të prodhojë sasi të tjera të substancave, pra keni përfitime të dyfishta prej djathit në këtë rast. Djathi ndihmon në parandalimin e problemeve të radikaleve të lira. Nga një studim ka dalë se pikërisht sasia e butirateve që gjendet te djathi mund të mbrojë zorrën e trash nga shfaqja e problemeve të radikaleve të lira dhe gjithashtu të reduktojë inflamacionin që dëmton zorrën e trash me kalimin e kohës. Djathi ndihmon edhe në formimin e masës muskulare. Djathi, shumë i pasur me proteinë, është një zgjedhje e shkëlqyer për të formuar muskuj. Kjo pasi proteinat janë të përbëra prej aminoacideve të cilat janë aleatë të ndërtimit të indeve muskulare. Djathi është i shëndetshëm gjithashtu edhe për masën e kockave. Duke qenë se djathi bëhet nga qumshti, është i pasur me kalcium që do të thotë se ai do të jetë shumë i shëndetshëm për kockat tuaja. Dietologët thonë se të paktën 28 gram çdo ditë të djath do të japë rezultate fantastike në strukturën e nyjeve dhe gjithashtu edhe në mbajtjen nën kontroll të këtyre komplikacioneve. Ekspertët e cilësojnë djathin si një nga alternativat më të çmuara ushqyese dhe si e tillë do të japë rezultate të mira në ndërtimin e masës kockore. Këshillohet kryesisht djathi i bërë vetë në shtëpi, për rezultate më të mira në shëndetin e nyjeve dhe gjithashtu edhe për të evituar një sër komplikacionesh të cilat do të vinë edhe nga mënyra e gabuar e përgatitjes së tij. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e djathit si një nga alternativat më të mira, jo vetëm për strukturën e nyjeve, por për të gjithë organizmin në tërësi. Djathi është i shëndetshëm edhe për dhëmbët tuaj. Kjo falë përmbajtjes së kalciumit dhe të fosforit. Këto dy minerale luftojnë gjithashtu acidin laktik i cili gjendet në gojën tonë dhe pengon atë që dëmton smaltin, i cili shërben edhe në mosndjenjen e dhimbjes gjatë ngrënies dhe gjithashtu përmirëson strukturën e tij. Djathi mund të parandalojë edhe llogatjet e sheqerit në trup. Ekspertët besojnë se kjo ndodh për arsye se substancat butirate ndihmojnë në trupin të përdorë insulinën në mënyrë më efektive. Kjo për sa i përket kontrollit të llogatjeve të sheqerit. Për personat të cilët janë alergjik ndaj produkteve të qumshtit mund të konsumojnë disa lloje të djathrave. Kjo është një mënyrë pasi ndihmon gjithashtu edhe të gjitha llojet si mund të konsumohen në dietën tuaj, të cilat nuk kanë laktozë dhe gjithashtu mund të konsumohen në forma të ndryshme. Djathi është një nga produktet më të rëndësishme në dietën e çdo shqiptari. Kur bëhet fjala për djathin, njerëzit shpesh thonë se i pëlqen aq shumë sa nuk mund të morsërinë pa e konsumuar në çdo vakt. Megjithatë, disa shqetësohen se mund të shkaktojë sëmundje të zemrës ose shtim të padëshiruar në peshë. Në këtë video, sipas Brightside, do ju japim të gjitha informacionet që nevojiten trupit për përfitimet dhe dëmet që mund të shkaktojë djathi në shëndetin tuaj. Cilat janë përfitimet të djathit? Ka shumë mundësi
zgjedhje kur bëhet fjala për djathin me shumë mënyra si shëndeti juaj që mund të përfitojë prej tij. Djathi është një burim shumë i mirë i lëndë dhe ushqyese. Ai është një burim i mirë i kalciumit, yndyrnave dhe proteinave. Gjithashtu përmban sasi të larta të vitaminës A dhe B12 së bashku me zinkun, fosforin dhe riboflavinën. Mund të mbrojë dhëmbët nga kavitetet. Sipas studimeve të Brightside, ku ato mbështeten, djathi dhe nën produktet e qumshtit në përgjithësi mund të mbrojnë dhëmbët nga dëmtimi. Djathi është një burim i acidit lineolik të konjuguar. Djathi me yndyrë të lartë përmban sasi të vogla të acideve lineolike të konjuguara, një yndyrë e shëndetshme që mund të ndihmojë në parandalimin e obezitetit, sëmundjeve të zemrës dhe zvoglon inflamacionin. Djathi për një jetë më të mirë dhe shëndet më të fortë të zemrës. Sipas ulëntimeve, produktet e fermentuara të qumshtit si kosi dhe djathi kanë efekte pozitive në shëndetin kardiovaskular, sigurojnë lëndë ushqyese dhe kanë veti të mira antiinflamatore. Por cilat janë rreziqet që mund t'i kanosin shëndetit tuaj nga konsumi i gabuar i djathit? Djathi mund të ketë efekte të padëshiruara, sidomos edhe nëse është i kontaminuar ose nëse keni probleme të caktuara shëndetësore. Djathi ndonjëherë mund të kontaminohet me listeri, veçanërisht nëse bëhet me qumësht të pasterizuar, kështu ai mund të kthehet në një burim të infeksioneve. Ekspertët e shëndetit këshillojnë shmangjen e konsumit nëse në etiketë thuhet qartë se produkti është bërë me qumësht të pasterizuar. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për grashtatzana, të vegjëlit, të moshuarit, njerëzit me mungesë imune. Gjithashtu, djathi mund të përmbajë edhe shumë kalori. Djathi është një ushqim i dendur në kalori. Në varësi të shumëllojshmërisë së djathit që hani, ju mund të merrni rreth 100 kalori për 30 gram. Djathi është i pasur gjithashtu edhe në yndyra të ngopura në varësi të djathit që zgjidhni. Disa ekspertë thonë se jo të gjithë këshillojnë të kufizojnë në marrjen e yndyrnave të ngopura. Gjithashtu, djathi nga mënyra se si e zgjidhni mund të ketë edhe sasi të tepërta të kripës. Djathrat përmbajnë sasi të larta të natriumit, i cili mund të jetë një problem për njerëzit me presion të lartë të gjakut. Djathi është i ulët në fibër. Djathi nuk përmban fibër dhe nëse konsumohen së tepërmi mund të shkaktojë kapslëk. Ai mund të shkaktojë alergji dhe intolerancë. Disa njerëz shmangin djathin për shkak të kushteve të tilla si intoleranca ndaj laktozës ose alergjia ndaj qumshtit, por gjithmonë zgjidhni djathin më të mirë, të cilën do t'i japin rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit. Kush nuk e do djathi? Shqiptarët e konsumojnë në çdo vakt. Një fet djathi e shndron edhe sallatën ose vaktin më të mërzitshëm në një gosti të shijshme. Djathi edhe në të kaluarën ka qenë nga produktet e bulmetit më të rekomanduar nga mjekët për shkak të vlerave shëndetësore që bart. Por a kishit menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të marrë vlerat e djathit? Dhe duke qenë se është një produkt që konsumohet gjerë, nuk është menduar gjatë se në cilën vakt djathi ka potencialin e tij më të madh. Mëngjesi është vakti më i përshtatshëm kur trupi ynë përfiton më shumë nga vlerat e djathit të bardhë. Në këtë video do të listojmë arsyet pse djathi i bardhë duhet të konsumohet në mëngjes. Është i thjeshtë për t'u tretur. Sipas të dhënave, djathi i bardhë është produkt i bulmetit që organizmi ynë e tret më lehtë. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin ta shpërbëjnë në shumë më shpejt dhe në të njëjtën kohë lehtësojnë përthithjen e mineraleve që ai përmban. Në vlera të tjera është se ka veti antiinflamatore dhe ndihmon tretjen e të gjithë personave që janë intolerant ndaj produkteve të bulmetit. Ka përqindje të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke çuar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimit të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes nga personat që kanë probleme me kolesterolin, ai ndihmon në ruajtjen e ekuilibrave të shëndetshëm të përthithjes së yndyrnave gjatë gjithë ditës. Djathi është një burim i mirë i proteinës. Përveç sasive të konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe proteina. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë në çdo që mëngjesin ta pasurojnë me sa më shumë proteina. Nga njëra ana ato japin organizmit tonë më shumë energji gjatë ditës dhe nga ana tjetër janë jetësore për shëndetin e muskujve. Djathi është i pasur gjithashtu plot me vitamina. Djathi i bardhë është i pasur me vitamina të rëndësishme siç janë vitaminat B6, vitamina A dhe fosfori.
Vitamina B6 ka funksione thelbësore për metabolizmin dhe formimin e qelizave të reja, ndërkohë vitamina A, fal antioksidantëve që mbron, lufton të gjitha radikalet e lira. Fosfori, i fundit në radhë, por jo nga rëndësia, është një mineral që gjendet në secilën qelizë të organizmit tonë. Ai ndihmon stomakun në ruajtjen e ekuilibrave të acidit. Në bashkëveprim me kalciumin, ai rigjeneron dhe ndërton qelizat kockore në rritjen dhe jetëgjatësinë e organizmit. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose i ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.